Presidenti i Kinës, Xi Jinping, priti homologun amerikan Donald Trump në kompleksin Zhongnanhai në Pekin, një zonë e mbyllur dhe shumë e rëndësishme politike që konsiderohet zemra e pushtetit kinez. Gjatë takimit, Xi Jinping deklaroi se Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë krijuar një marrëdhënie të re, konstruktive dhe strategjike, duke e cilësuar vizitën e Trump një moment historik për bashkëpunimin mes dy superfuqive. Dy liderët zhvilluan edhe një shëtitje në kopshtet historike të Zhongnanhait, ku Xi i tregoi Trump pemët shekullore dhe historinë e kompleksit që prej vitit 1949 shërben si rezidencë dhe qendër pune për udhëheqësit më të lartë të Kinës. Xi tha se disa prej pemëve në zonë janë qindra vjeçare, ndërsa të tjera në territorin përreth janë mbi 1000 vjet të vjetra. Ai shtoi se Trump kishte treguar interes edhe për lulet tradicionale kineze dhe premtoi t'i dërgojë fara trëndafilash kinez si dhuratë. Kompleksi Zhongnanhai ndodhet pranë qytetit të ndaluar dhe konsiderohet simboli i pushtetit politik në Kinë. Emri i tij do të thotë detet qendrore dhe jugore. Vizita e Trump në Pekin po ndiqet me vëmendje të madhe ndërkombëtare, pasi dy vendet po diskutojnë çështje të rëndësishme si tregtia, investimet, Tajvani dhe tensionet globale. Deklaratat optimiste të Xi Jinping sinjalizojnë përpjekjet e dy vendeve për të ulur tensionet dhe për të ndërtuar një marrëdhënie më të qëndrueshme mes Washingtonit dhe Pekinit.